Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin ton Rrëfim e Jete, për të ndarë një rrëfim dhe një letër goxha të dhimbshme edhe shumë të tmerrshme nga djali i tim, i cili vendosi që në jetën e tij ta merr vjerën, ta mban afër vetes edhe të kujdeset për ta. Ndoshta kur do ta dëgjosh këtë letër një herë ka ime, do të pyesësh veten pse po të shkruaj unë sot pas kaq shumë vitesh. Ndoshta do të thuash pse tani? Pse pikërisht tani, kur unë jam e sëmur? Pse nuk më kërkove më herët? Dhe unë në të vërtet kam një përgjigje të shkurtër për këtë. Sepse kjo në thelb nuk është vetëm një letër. Është një pjesë e jetës time. Është fëmijëria ime, dhimbja ime, vetmia ime, zemërimi im, por edhe falja ime. Unë isha vetëm një fëmijë atëherë, një fëmijë që nuk e kuptonte pse duhej që të largohesha nga shtëpia. Një fëmijë që nuk e kuptonte pse njeriu që duhej ta mbante për dore, në të vërtet nuk e mbajti. Mbaj mend shumë net kur kam fjetur me lotët në sy. Mbaj mend ditët kur shikoja fëmijët e tjerë me nënat e tyre dhe unë e pyesja veten: po nëna ime, ku është nëna ime? Pse unë nuk kam dikë që mua të më pres tek dera? Pse unë duhet që të rritem kaq shpejt? Nuk e di nëse ti e ke menduar ndonjëherë se çfarë ka ndjerë një fëmijë kur është ndarë nga shtëpia, por unë e di. E kam mbajtur atë dhimbje brenda vetes për vite të tëra. Dhe për një kohë të gjatë të kam fajsuar. Të kam pyetur në heshtje pse nuk më mbajte, pse nuk më dhe një mundësi, dhe pse më le që unë realisht të largohesha. Edhe ndoshta për shumë vite kam menduar se nuk do të falja kurrë. Por jeta ka një mënyrë të çuditshme për të na mësuar gjëra që nuk i kuptuam kur ishim ne fëmijë. Unë u rita, u largova, shkova në Amerikë me asnjë gjë në duar. Nuk kisha pasuri, nuk kisha emër, nuk kisha njerëz të fuqishëm pas vetes. Kisha vetëm një zemër të plagosur edhe një ëndër. Doja të bëhesha dikushi, jo vetëm për para, por për t'i treguar vetes se ai fëmijë që dikur u ndjej pa dëshiruar, mund që të ngrihej përsëri. Punova ditë dhe natë. Kam qarë vetëm në dhoma të vogla. Kam ngrënë vetëm në tavolina të ftohta. Kam kaluar net duke menduar për familjen. Edhe çdo herë që rrëzohesha më vinte në mendje
ajo pyetja, çfarë do të bëhet me mua? Por nuk u dorëzova. Vitet kaluan. Dhe sot fal punës, sakrificës dhe shumë netëve pa gjumë, unë jam bërë një njeri suksesshëm. Kam fituar miliona, kam shtëpi, kam makina, kam gjithë shka që dikur e shikoja vetëm në ëndra, por e ditë në çfarë unë kuptova? Parat nuk e mbushin vendin e një familje. As milioni nuk mund ta kthejë një fëmijëri. As një shtëpi e madhe nuk mund të zëvendësoj një përqafim. Edhe pikërisht kur mendoja se kisha harruar të kaluarën, mora lajmin për ty. Më thanë se je e sëmur. Dhe në atë moment gjithçka që kisha ndërtuar sikur u zhduk përpara syve të mi. Nuk pash milionat, nuk pash shtëpit, nuk pash pasurin, pash vetëm një grua. Një grua që dikur ishte pjesë e familjes sime. Edhe papritur më erdhi në mendje fëmia që isha dikur. Ai fëmijë që kishte qenë i zemëruar me ty. Por këtë herë ai fëmijë nuk më tha, mos shko. Ai më tha, shko tek ajo. Dhe prandaj po të shkruaj, sepse unë nuk dua që ti të mendosh se po vi sepse kam harruar gjithçka. Jo. Unë i mbaj mend të gjitha, por sot jam mjaftueshëm i rritur për të kuptuar se falja nuk do të thotë të harrosh. Falja do të thotë të mos lejosh që dhimbja e së kaluarës të të shkatrojë të ardhmen. Ti je sëmur, edhe unë nuk dua të ri larg. Nuk dua të të shoh duke luftuar vetëm, edhe pse ti më nxore në rrugë. Nëse duhet të shkojmë në spital me të mirë, do të shkojmë. Nëse duhet të kërkojmë mjekët më të mirë, do t'i gjejmë. Nëse duhet të shkojmë në një qytet tjetër, dhe aty do të shkojmë. Nëse duhet të shkojmë në anën tjetër të botës, unë do të vi pas teje. Sepse sot kam mundësi të bëj diçka që dikur nuk kisha mundësinë ta bëj. Sot mund të ndihmoj. Dhe nuk dua ta humbas këtë mundësi. Nuk dua që një ditë të qëndroj para varit tënd dhe të pyes veten, pse nuk bëra më shumë? Jo. Unë dua të luftoj për ty sa të kemi mundësinë. Dhe nëse Zoti na jep një shans, dua të të shoh përsëri duke buzëqeshur. Dua të të shoh duke ecur, dua të të shoh duke më thënë, djali im.